Në kuadër të një aktiviteti politik në Drenas, ku u zyrtarizua kandidimi e Gzona Tërdevcit për kryetare të kësaj komune, vëmendje të veçantë roqi prezenca e deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Mehmeti Selimi, e cila është gjithashtu bashkëshortja e ish-deputetit dhe ish-komandantit të UÇK-s Recep Selimi. Deputetja Mehmeti Selimi ishte veshur me fanellën zyrtare të Kombëtares së Shqipërisë, një veprim që u interpretua si gest simbolik dhe patriotik në prag të ndeshjes shumë të ndjeshme Shqipëri-Serbi që luhet sonte në Tiranë. Pjesëmarrja e saj në këtë formë u vlerësua si një mesazh kombëtar që tejkalon kuadrin sportiv dhe merr domethënie të thellë në kontekstin historik dhe politik mes dy popujve. Në takimin e mbajtur në Drenas mori pjesë edhe kryetari i Vetëvendosjes, një herësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili duket se nuk ka siguruar një bilet për të qenë në Tiranë në shkallat e stadiumit Air Albania dhe për të ndjekur nga afër sfidën Shqipëri-Serbi. Kurti e përkrau zyrtarisht kandidaturën e Gzona Tërdevcit për kryetare të komunës duke theksuar nevojën për ndryshim dhe zhvillim në nivel lokal. Drenasi kërkon dhe meriton ndryshimin edhe në nivel lokal, deklaroi Kurti ndërsa theksoi se kandidatja e VV-s përfaqëson një zotëri energjik dhe gjithëpërfshirës. Përmes një postimi në Facebook, kryeministri shkroi: "E Gzona Tërdevci, aktiviste e jona dhe kandidate për kryetare në Drenas, është zëri i fuqishëm që përfaqëson gratë dhe gjithë qytetarët që duan ndryshim me zhvillim të qëndrueshëm. Me mbështetjen e Lëvizjes Vetëvendosje dhe përkrahjen e qytetarëve, jemi të gatshëm për fitoren që Drenasi dhe qytetarët e tij meritojnë." Takimi në Drenas u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë, me pjesëmarrje të disa deputetëve të Vetëvendosjes dhe simpatizantëve të shumtë. Prezenca e fanellës kuqezie ndërthuron me mesazhe të forta politike dhe zhvillimore, reflektoi ndërthurjen e identitetit kombëtar me angazhimin qytetar dhe politik. Fanella e Shqipërisë në këtë rast nuk ishte vetëm një veshje sportive, por një simbol i qëndrimit të qartë dhe të vendosur, politik dhe patriotik.